Dielli dhe hëna, nga argumentet e krijuesit. Ai e ka bërë diellin burim drite, kurse hënën e ka bërë të shkëlqej, duke i caktuar asaj fazat që ju të dini numrin e viteve dhe njësimin e kohës. Allahu i krijoi këto vetëm me të vërtetën. Ai u shpjegon shenjat e tij njerëzve që kuptojnë. Surja Yunus 5. Pasi që Allahu i Madhërisëm në ajetet paraprake paraqet argumentet e ekzistimit të tij në krijimin e qiejve dhe të tokës, me çka natyrshëm buron adhurimin ndaj krijuesit një. Në vijim, Allahu i Madhërisëm vazhdon të paraqesë disa fakte të tjera të proceseve të ndryshme natyrore që ndodhin brenda kësaj gjithësie madhështore. Është fjala për krijimin e diellit dhe të hënës, si dhe rolin e tyre të madh në shërbim të njerëzve. Roli i cili padyshim është nga argumentet e ekzistimit të krijuesit dhe fuqisë së tij. Drita dhe shndritja e diellit dhe shkëlqimi i hënës janë nga faktet e dukshme në gjithësi, rolin e të cilave nganjëherë harrojmë për shkak të përditshmërisë dhe përsëritjes së tyre në mënyrë të vazhdueshme. Ndaj, ku qëndron ndjenja dhe entuziazmi i njeriu kur ai sheh për herë të parë lindjen e diellit dhe perëndimin e tij, apo sheh për herë të parë paraqitjen e hënës apo fshehjen e saj? Të dy këto dëshmi, në gjithësi që përsëriten vazhdimisht, Kurani tërheq vëmendjen njerëzore ndaj tyre dhe rolit të rëndësishëm që kanë, duke nxitur në të njëjtën kohë ndjenjën dhe vullnetin serioz të njeriut për të menduar, medituar dhe bështruar seriozisht në krijimin shumë preciz dhe fantastik të tyre. Dielli është shndritës dhe burim drite, kurse hëna shkëlqim. Ndaj u caktoi fazat dhe pozicionet e ndryshme të dukjes së tyre, të cilat orientojnë njeriu në njësimin e kohës, llogaritjen e muajve dhe viteve, gjë e cila aplikohet në mbar botën tek njerëzit. A thua ky precizitet kaq i madh që ekziston tek dielli dhe hëna ka ndodhur rastësisht dhe vetvetiu? A thua gjithë ky rol i tyre dhe shërbim që kanë për jetën njerëzore në njësimin e kohës ka ndodhur pa ndonjë planifikim paraprak nga dikush? Pa kurfar dyshimi, gjithë ky sistem i përkryer, precizitet perfekt në krijimin dhe lëvizjen, pa asnjë gabim absolutisht, tregon se nuk kemi të bëjmë me rastësi, por me një plan paraprak nga një planifikues, shpikës dhe krijues absolut i çdo gjëje në gjithësi. Ai është Allahu, i cili çdo gjë që ka krijuar, e ka krijuar me një qëllim të caktuar dhe me një sistem dhe precizitet të përkryer dhe në shërbim të njerëzve. Gjithatë që ka krijuar i Madhërismi Zot, e në mesin e tyre, edhe dielli dhe hëna, dhe roli i tyre, janë argumente hynore për një popull që di të mendojë vëmendshëm, dhe edhe njeriu me angazhimet e tij mendore, o zbulon vazhdimisht këtë planifikim, krijim dhe precizitet kaq të lartë tek dielli dhe hëna, dhe po del në shesh argumentimi i tyre mbi të vërtetën absolute të Allahut krijues dhe rolit dhe shërbimit të tyre për jetën njerëzore. Allahu i Madhërisëm ka bërë diellin shkak direkt të jetës mbi tokë, si dhe shtyllë kryesore të çdo gjallëse, ngrohës të ujit, i cili më pas zbret pishëm për të shërbyer njeriut, kafshëve, bimbe të tjerë, fakt përshkruar në Kur'an. Ai la të lirë të bashkohen dy dete, ky njëri i pishëm e i shishëm. Surja Furkan 53. Si dhe në të kemi dhënë kodra të forta e të larta, dhe ju dham të pini ujë që u ashuan etjen. Surja Murselat 27. Dielli është epiqendra e shumë planeteve të cilët rrotullohen rreth tij. Rrotullimi i tokës rreth diellit përcakton vitin, kurse rrotullimi i tokës rreth boshtit të vet përcakton ditën. Nëse vështrojmë diellin dhe hënën në aspektin sipërfaqësor me anë të syrit dhe pa ndonjë studim, do na krijohet bindja se të dyja bashkë, pra dielli dhe hëna, kanë të njëjtin ndikim dhe rol, shndrisin dhe japin dritë. Por nëse studiojmë ato thellësisht, do të kuptojmë diçka tjetër, se dielli është shndritës, burim drite dhe ka dritën e vet esenciale, kurse hëna e fiton shkëlqimin e saj nga dielli në mënyrë reflektuese. Domethënë, shkëlqimi, drita e hënës është jo esenciale, e huazuar. Hëna është sikurse pasqyra, të cilës nëse i drejtohet drita ajo reflekton. Ndaj dhe Allahu tha: ai e ka bërë diellin burim drite, kurse hënën e ka bërë të shkëlqej. Dielli është burim drite dhe shndrit, kurse hëna vetëm jep shkëlqim, dhe dallimi mes tyre qëndron në faktin se shndritja e diellit liron nxehtësi dhe temperaturë, kurse shkëlqimi i hënës vetëm lloj ndriçimi të pakët për të cilin nuk ka nevojë përdorimi i ombrellës, kurse ndaj dritës dhe shndritjes së diellit, në shumë raste, ka nevojë për përdorimin e saj për mbrojtjen nga temperaturat. A nuk është edhe ky një nga argumentet e shumta të krijuesit në gjithësi? Padyshim që po.
Para përparimit të shkencës, njerëzit nuk dinin se drita e diellit përbëhet nga 7 ngjyra, si e gjelbër, e verdhë, e kuqe e të tjerë, dhe pikërisht shpreha kuranore për diellin, burim dritesh ndritës, përmban kuptimin e lloj-llojshmërisë së ngjyrave, që padyshim është nga urtësitë dhe faktet e krijuesit. Kështu, Kurani ka zbritur duke ju përmbajtur vazhdimisht nivelit të atëhershëm të vetëdijes njerëzore, kur njerëzit nuk kishin bërë asnjë përparim shkencor. Ndaj po t'i theksonte Kurani këto të vërteta drejt për drejt, atëherë dikush do të thoshte: unë po e shoh diellin të kuq përgjatë perëndimit, e të verdhë në zenit. Mirë po ai nuk e di se ngjyra e kuqe përgjatë perëndimit duket vetëm në të shikuarit e njeriut për shkak të gjatësisë së këtyre rrezeve, dhe kjo ngjyrë nuk paraqitet përveç gjatë perëndimit, kur dielli është në pikën më të largët. Ndaj, nuk arrin tek ne përveç rrezeve të kuqe, ndërsa ngjyrat të tjera shpërndahen në gjithësi dhe nuk arrin tek sytë tanë. Në kohën kur njerëzit ishin në një ignorancë të plotë, Kurani fisnik ka bërë dallimin në mes të vërtetës së diellit dhe të hënës, si: dhe në ta hënën e bëri dritë, diellin e bëri ndriçues. Surja Nuh 16. Si dhe: i madhërisëm është ai që krijoi yje në qiell dhe vendosi në të dritë, diell e hënë që ndriçon. Allahu i caktoi hënës fazat dhe karakteristikat e veçanta në kohë, paraqitje dhe në formë, të cilat ndodhin në mënyrë të përkryer, të konfirmuara edhe në ajetin tjetër. Hënës i kemi caktuar faza. Ajo për ditë hahet e bëhet si rremi i përkullur i hurmës. Surja Yasin 39. Do me thënë, i përcaktoi hënës fazat, pozicionet, lëvizjet dhe paraqitjet e saj në gjithësi, të cilat ndodhin tek ajo në mënyrën më të mirë të mundshme dhe pas një gabim. Duke i caktuar asaj fazat, ka për qëllim jo vetëm hënën, por edhe diellin, që do me thënë, ka caktuar fazat dhe pozicionet e të dyjave. Mirë po përmendja vetëm e hënës apo veçimi i saj në ajet ka ardhur për shkak të shpejtësisë së saj në lëvizje, për shkak të dukjes së fazave të saj shumë lehtë edhe nga syri i njeriut, dhe për shkak të përcaktimit të dispozitave të sheriatit islam sipas fazave të saj. Ndaj edhe në vijim të ajetit thuhet që ju të dini numrin e viteve dhe njësimin e kohës. Folja e përdorur në fillim të ajetit e ka bërë, nuk ka për qëllim vetëm hënën, por edhe diellin, sepse edhe dielli ka fazat dhe pozicionet e veta. Fakti i cili është vërtetuar edhe në ajete të tjera si: ai ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha këto rrotullohen për një kohë të caktuar. Surja Rad 2. Dielli sillet në drejtimin e vet të caktuar. Kështu e ka përcaktuar i plot fuqishmi, i gjithëdijshmi. Surja Yasin 38. Apo ajeti tjetër: dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar. Surja Rahman 5. Do me thonë që të dyja, dielli dhe hëna, u shërben njerëzve për njësimin dhe llogaritin e kohës, të viteve dhe të muajve. Me fazat dhe pozicionet e hënës përcaktojnë fillimin e muajit të Ramazanit, përcaktojnë muajt e Haxhit, gjithashtu gruaja llogarit muajt e pritjes, i detit me fazat e saj, e cila fillon e vogël, pastaj rritet e më pas vogëlohet përsëri, fakti i theksuar në Kur'an. Hënës i kemi caktuar faza. Ajo për ditë hahet e bëhet si rremi i përkullur i hurmës. Surja Yasin 39. Trajta e harkut të hënës i përngjan rremi të hurmës së thare të përkullur, të cilën njerëzit, arabët, në atë kohë përdornin për të formuar fshesa me të cilat pastronin apo fshinin shtëpitë fshatare. Kështu Allahu në këtë ajet ka bërë këtë krahasim fantastik për të qenë në nivel të ngritjes mendore dhe logjike të njerëzve të asaj kohe, të kohës së zbritjes së Kuranit, metodë kjo kuranore që simbolizon urtësinë, mëshirën dhe mrekullinë hyjnore. Në fillim të çdo muaji hënor, ne e shohim hënën, e cila simbolizon fillimin e muajit, dhe pikërisht kështu, njeriu mësoi të llogarisë muajit në bazë të fazave të hënës, kurse sa i përket vitit, qartë shpjegohet në ajet. Te Allahu, numri i muajve është 12, sipas hënës, ashtu si është në librin e Allahut prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. Surja Teube 36. Këtu sinjalizohet në 12 muaj hënor, kurse dita llogaritet sipas sistemit diellor, me çka argumentohet se Kurani ka përfshirë edhe fazat e diellit në llogaritje dhe njësinë të kohës për shërbim njerëzor. I gjithë ky precizitet në shërbim apo rolin e hënës dhe të diellit për njerëzit vërtetohet në vijim të ajetit, se çdo gjë është krijuar me qëllim të caktuar dhe të përkryer në shkallë shumë të lartë të precizitetit. Ndaj, kur vështrojmë lëvizjen e yjeve, të diellit, të hënës e të tjerë, nuk mund të gjejmë asnjëherë as edhe gabimin më të vogël. Shkencëtarët bashkohor kanë vërtetuar të vërtetat mbi hënën dhe diellin, ashtu siç ka paralajmëruar Kurani, duke treguar saktësisht intervalet e ndodhjes së hënës në mes tokës dhe diellit, si dhe të tokës në mes hënës dhe diellit,
Ndaj kjo edhe shkakton nganjëherë zënjen e diellit dhe të hënës, e cila ndodh perfekt, ashtu siç tha Allahu. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk mund t'ia kalojë ditës. Të gjitha lundrojnë në orbitat e veta. Ajeti në fjalë ka vërtetuar një mendim të njerëzve të atëhershëm, por edhe ka mohuar një mendim tjetër të tyre, nga se arabët në atë kohë mendonin se nata e paraprin ditës, me argument se përcaktimi i natës së parë të Ramazanit konsiderohet fillimi i muajit të agjerimit, dhe derisa mendonin se nata e paraprin ditës, atëherë domosdoshmë rezulton bindje tjetër e tyre se dita nuk i paraprin natës. Kurse Zoti i Madhërisht përmirësoi këtë bindje të tyre dhe sqaroi dhe argumentoi se nata nuk i paraprin ditës e as dita nuk i paraprin natës. Kështu Allahu në mënyrë figurative apo simbolike ka paraqitur të vërtetat e universit në Kur'an, sepse po të sqaronte një gjë të tillë në mënyrë shkencore dhe të hollësishme sikurse që dihet sot, atëherë njerëzit e atëhershëm, pra arabët, do ta mohonin atë. Po të thoshte Kur'ani drejt për drejt se toka është rrumbullakët, atëherë njerëzit e asaj kohe do ta refuzonin kategorikisht një pohim të tillë. Dhe pikërisht për këtë arsye, krijuesi fuqi plot nuk ka zbuluar hollësisht të gjitha të vërtetat e gjithësisë, por vetëm i ka sinjalizuar ato në mënyrë që t'i pranojë niveli mendor i njerëzve të asaj kohe. E si nata nuk i paraprin ditës e as dita natës. A thua Allahu ka krijuar një herë diellin të drejtuar nga sipërfaqja e tokës, e më pas dielli është larguar dhe është paraqitur nata? Kjo gjë do të ishte e vërtet sikur të ishte toka e rrafshët. Mirpo Allahu ka krijuar tokën në formë të rrumbullakët, i cili është edhe argument se ai ka krijuar diellin dhe tokën me një sistem që në to të jetë prezent vazhdimisht dhe në të njëjtën kohë, edhe nata, edhe dita. Dhe kjo s'mund të ndodhë përveç nëse toka është e rrumbullakët. Gjysma e tokës, kur shndritet nga dielli, është ditë, e gjysma tjetër është natë. Më pas me rrotullimin e tokës, paraqitet dita në atë pjesë ku ishte natë dhe paraqitet nata në atë pjesë ku ishte ditë. Kurani ka sinjalizuar në shumë të vërteta të gjithësisë, të cilat me kalimin e shekujve zbulohen nga mendja e shëndoshë e njeriut, e cila përparon për çdo ditë më tepër. Ai është që bëri natën e ditën zëvendësuese të njëra tjetrës. Surja Furkan 62. Ndërsa në vijim të po të njëjtit ajet ka theksuar shkakun e saj. Dhe për atë që dëshiron të mendojë apo të falënderojë, argument. Kështu, Allahu i Madhërisht ka vërtetuar dhe argumentuar se dita dhe nata janë zëvendësuese të njëra tjetrës. Dhe kjo do të thonë se të dyja janë prezente që nga fillimi, krijimi i diellit dhe tokës, nga se me rrotullimin e tokës paraqitet dita në gjysmën e saj ku shndritet dielli, kurse nata në gjysmën tjetër ku mungon dielli. Ndaj nata dhe dita e pasojnë njëra tjetrën. A nuk janë këto disa prej fakteve të shumta dhe të panumërta të universit argumente për një popull që ditë mendoj vëmendshëm? Patjetër që po.